Hani 8 ara çdo ditë dhe do befasoheni me atë që I ndodh zemrës. Njerëzit që hanë rregullisht një sasi të vogël të arrave riskojnë më pak nga çrregullimet e rrahjeve të zemrës, si shkaktari I sulmi në zemër. Një studim I ri thekson se ngrënia e 3 grushta me arra brenda një jave zvogëlon me 18% riskun e dridhjeve arteriale, citon Daily Mail. Afërsisht 1.3 milion njerëz në Britaninë e Madhe diagnostifikohen me dridhje arteriale dhe rreth 500.000 të tjerë janë në këtë gjendje, por jo të diagnostifikuar. Ulëntimet e kryera nga Instituti Karolinska në Suedi, ku si mostër kanë qenë 60.000 të rinj të cilët më parë kanë konsumuar arra si dhe shëndeti I zemrës së tyre u vërejt për disa vite. Ata kanë dalë në përfundimin se konsumi I arrave në dietën tuaj mund të jetë një mbrojtje shumë e mirë për shëndetin e zemrës, vetëm se duhet I konsumoni brenda rekomandimeve të caktuara, në mënyrë që ato të mos shkaktojnë probleme të shëndetit dhe të mos e rëndojnë atë. Shtimi I arrave në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të vlerave tuaja të trupit.